Presidenti i Kolumbisë Gustavo Petro ka deklaruar se një rrjet ndërkombëtar i trafikut të drogës, i udhëhequr nga shqiptari Dritan Gjika, ka tentuar ta vrasë. Lajmi është publikuar nga gazeta kolumbiane Infobae. Sipas presidentit Petro, ky grup i fuqishëm kriminal, të cilin ai e quan Junta e narkotrafikut, ka bazën e tij në Abu Dhabi dhe është përgjegjës për një sër veprash të rënda penale. Ndër këto përfshihen vrasja e prokurorit paraguajan Marcelo Peci dhe infiltrimi i strukturave të sistemit të drejtësisë kolumbiane. Kjo strukturë kriminale ka planifikuar dhe atentate ndaj meje, por fatmirësisht nuk kanë pasur sukses, ka shkruar presidenti në platformën X. Dritan Gjika, i konsideruar si kreu i rrjetit, është arrestuar më 27 maj në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ai dyshohet për trafikimin e mbi 9.5 tonëve kokainë nga Kolumbia drejt Evropës, duke operuar kryesisht nga territori i Ekuadorit. Ky nuk është rasti i parë kur presidenti Petro flet për këtë rrjet kriminal. Në një mbledhje të Këshillit të Ministrave më 10 mars 2025, ai deklaroi se jeta e tij ishte në rrezik dhe akuzoi drejt për drejt të ashtu quajturin Junta e re drejtuese e narkotrafikut, me bazë në Dubai, si organizata që po planifikonte vrasjen e tij. Në të njëjtin postim, Petro ka shpërndar një diagram të publikuar nga organizata ndërkombëtare Inside Crime, e specializuar në analizën e krimit të organizuar në Amerikën Latine dhe Karaibe. Diagrami identifikon si figure qendrore Dritan Gjikën dhe Mario Sanchez Rinaldi, të dy të lidhur me kompani të dyshuara për përfshirje në aktivitete kriminale. Përveç tyre, në hartë përmenden dhe individ të tjerë të lidhur me rrjetin: Julio Lalangui, Ruben Cheres, Brian Lalangui dhe Erion Spahiu. Më 6 shkurt 2024, policia kombëtare e Ekuadorit ndërmori një operacion në një vilë luksoze në periferi të Guayaquilit, qyteti më i madh portal i vendit, me qëllim arrestimin e Gjikës. Në banesë u gjetën një grua dhe vajza e saj, si dhe armë zjarri me municion, por jo vetë i kërkuari. Ky ishte pjesë e një operacioni të përbashkët mes autoriteteve ekuadoriane dhe spanjolle, që përfundoi me arrestimin e 31 personave të dyshuar si antar të rrjetit të trafikut të kokainës. Pas operacionit, u sekuestruan pasuri me vlerë mbi $51 milion. Sipas Inside Crime, Gjika kishte ngritur një strukturë të sofistikuar për trafik droge dhe pastrim parash. Ai bashkëpunonte me biznesmen me ndikim dhe kishte mbrojtje nga zyrtar të lartë të policisë, që nga viti 2009, ai kishte vendosur bazën e tij në Guayaquil, ku vepronte përmes kompanive të ndërtimit dhe eksportit bujqësor. Këto kompani shërbenin si mbulesë për aktivitete kriminale, ndërsa me kalimin e kohës, rrjeti përshtati metodat e tij për të shmangur zbulim. Ata e transportonin drogën përmes kontenierëve të kompanive të treta.